Imagjinonin një bote ku malet nuk gjaneve tem shkembinj, por perendi, ku ari nuk eshte para, por gjersa e diellit, dhe ku njefi si vogël, i humbur në një luginet e lartet e andeve, arrin në me pak se një shekull të ndertoje perandorine me te madheke ka pare ndonjë here hemisfera perendimore. Kjo nuk eshte një legjende fantazi, eshte historia, e tahuantin sujos, perandorise Inka, një kyteterim ke sfidoj gravitetin, klimen dhe lartesine, e madhe per te bashkuar me shume se dimbedjete milionen gjeres nen një sundim të vetem, kë shtrihet nga Kolumbia e sot me deri në kilin kendror, ne per magjate mbuluara me deborete gjashta vendeve moderne, pelkeni, abonohuni dhe shpernda gjeni, lëte filojme, e gjitha filon me nje mitorigjin kë gjehon në ugjerat e likenit titikaka, si pas tradites, perendia e djelit, inti, i derguaj femigjet e ti manko kapak dhe mama oklo per të kite teruar njerezit ke jetonin si bisha në shpella. Ajudha atire nje shkopte arte dhe nje urdher, kudo ke shkopite zitej pa mundim në toke, ata do te gjenin kendren e botes. Pas një kerkimi tek gjate, shkopi usduk në token pjellore te lugines e Kuskos. Atje, midis maleve te shenjta, lindi kytetike do te behej kerthiza e botes. Por per shekuj me radhe, Inkasit ishin vetem një fisi vogel lokal, duke luftuar vazhdimisht per ugjet dhe toke kunder fiseve fkingje shume me te fukishme, si që ishin Çankat e Eger. Momenti ke ndryshoj historin e boterore ndodhin e vitin 430. Familia Çankas, një konfederate lufte taresh brutale, rethoj Kuskon. Mbreti i moshuar Inkas dhe trashëgimtari i tij Iken, duke besuar se kyteti kishte humbur. Megjithatë, nje princi ri i kuajshtur Kusi Yupanqui refuzoi të dorezohej. Legjenda thote se dashperimi i princit ishte aq i madh sa guret e fushes, se betejës u shënderuan në ushtare prej guri per te luftuar per krahtaj. Princi jo vetëm ke mundi familjen Çankas, por edhe e kurorezoi veten me një emër të ri. Pachacuti, që ne gjuhen kesua dute thote, ai që transformon boten. Pachacuti ishte arkitekti i vertete i perandorise. Ai nuk fitoi vetëm betejja. Ai ridizajnoi realitetin. Ai ishte Aleksandri i Madh i Amerikave, një gjeni ushtarak dhe administrativ që e kuptoi se per te mbashtur një perandori. Vetëm forka nuk ishte e mjaftueshme, organizimi ishte thelbesor. Nën sundimin e tij, Kusko pushoi se kenin gjefshat balte dhe u ben gje kytet perandorak me gurete e lemuar, të ndertuar në formen e nje pumete shenjte. Ai vendosi gjuhen kequa si gjuhe zirtare, dhe projektojnë nje sistem rrugor kë do të litte katër sepat e botes se njohur, duke krigjuar tahuantin sujo, mbretërine e katër rajoneve, por ngritja e Inkasve nuk ishte vetëm një pushtim me gjak derdhje. Pachacuti dhe pasardhësit e tij, si Tupac Yupanqui dhe Huayna Capac, e persosen artin, e diplomacisë se duratave, per para se te sulmonin një popull. Ata dergonin ambasadore ke mbanin tekstile të shkel kjera vikunja, ardhe ushkime. Ata u ofruan atire mundesin e per të bashkuar vullnetarisht me perandorine. Nese pranonin, u dheheke si vendas ruante pushtetin, e tij nen autoritetin e Inkasve. Nese refuzonin, ushtria Inka, me e disiplinuara në kontinent, i fshinte nga harta. Kizgerim ishte aki shpejte sake vetem në Trebreza. Inkasve e kishin rritur territorin e Tajren Yakinfish, duke perthithur kulturat e lashta si qimu në bregdet dhe mbretërit Aymara në Malesi. Geografia kë ata dominuan eshte ndër me ekstremet në planet. Andet janë një labirint humnerash. Shkretet i rash bregdetare dhe kshunglash te pare pertueshme. Per Inkasit, natyra nuk ishte një pengese, por një aleati shenjte. Ata i kuptonin mikroklimat dhe zhvilluan një, bujqesi akte perparuar sa mund të prodhonin të prika ushkimore ati kusot mbigjetoj në vetem barerat e kekigja. Kjo aftesi per te ushkjer milionan gjerez ishte sekreti, i vertete i fukise se tyre. Një popull me stomak të plote nuk rebelohet, dhe Inkasit siguruan që askush të mos vdiste nga uria në teritoret e tyre. Pachacuti krigjoj gjithashtu fene shtetërore të përkendruar të dieli. Inka nuk ishte vetëm një mbret. Ai ishte Sapa Inka. Inka i vetëm. Gjali i drejt për drejte, i dielit dhe ndërmjetesi midis perendive dhe njerëzve. Pushteti i ti ishte absolut sepse ishte hynor. Kur Inka ekte, toka dridhej. Kur ai fliste, fjala e ti ishte ligi kozmik. Megjithatë, kjo fuki vinte me nje barre. Inka duhej të ruante ekuilibrin e universit permes ritualeve komplekse dhe kushdesit per popullin e tij. Kështu,
Famigjet e dielit kaluan nga nxefi si vogël në zoter të andeve. Por organizimi I një territori kaktek gjere pa kuaj. Pa njohuri për hekurin dhe pa një sistem shkrimi si ai evropian kërkonte një teknologji të ndryshme, një teknologji organizimi, që vazhdon t'i mahnise arkeologet edhe sot. Ata ishin në praktek regjimit të një shokeri ku kohamatej me një gjete ku guret flisni për përgjetesine. Perandoria Inka nuk ishte një vend në kuptimin modern, por një organizemi gjale kë funksiononte me saktesi të larte. Vete emri I tote të gjitha, gjegdo të tote kater dhe tajdo të tote rajon. Keta kater sektore, qinqajsujo, kolasujo, antisujo dhe kontisujo. U bashkuan në sheshin kryesor të Kuskos, duke demonstruar se per inkasit, politika dhe geometria, e shenjte ishin gjede, e njeshtak gje. Por si arriten ata te kontrollonin një territor pregjme shume, se di milione kilometrash katrore pa një sistem shkrimi alfabetik. Per gjigja këndron, në nje nga mgjetet me interesante në histori. Kujpu ne. Kujpu ishte nje kompjuter I bere nga litare dhe njëgje. Ne per mgjet ngjirave të ndryshme, logjeve të leshit dhe pozicioneve të njëgjeve. Specialistet e kuanin kujpu kamajoks ata mund të regjistronin absolutisht gjithçka, nga sasia e misrit në nje dhe poderit e numri I lingjeve në nje fshat të larget. Duke përfshire regjistrimet ushtarake dhe kronikat historike. Ishte një gjuhe prekese dhe vizuale kwe I lajonte, inkasve sapate kishin një pamgjete sakte të perandorise se tyre në kohe reale. Fale ke ti sistemi, shteti dinte saktesisht se ku mungonte ushkimi, dhe ku kishte nje të pricepune. Duke mundesuar një rishpërndargje të burimeve ke parandalon të urine. Një arritje me të cilen pak perandori evropiane të kohes mund të emburreshin. Temeli I kësaj efikasiteti ishte sistemi shokerori Ailuve. Ailute ishin një komuniteti bashkuar nga lidhjet farefisnore që punonin token kolektivisht. Sipas këtij modeli, prona privatesit që kuptojme në sot nuk ekzistonte. Toka u perkiste inkave, por u jepej familjeve per jetesen e tyre. Në kembim, qytetaret e rritur per mbushnin mitan, një harac në formen e punes, disa ndertuan ura. 8 gjere punuan në minira dhe 8 gjere sherbien në ushtri. Kish kembim I punes një rezore per mbrojtje dhe ushkim krigjoj një shokeri pa monedha. Ku vlera e vertete ishte koha dhe per pjekgja e per bashket. Kjo ki sistem të funksiononte. Komunikimi duhejte ishte I shpejte. Prandaj, inkasit ndjertuan kapak njan. Gjerë gjet rrugor pregjme shume se 30.000 kilometrash ke ngjitej në male dhe kalonte shkretetira. Perte pergjele mesagje per mes këtij labirinti, ata kryjuan qaski te vrapueste rinjelitare që vepronin duke perdorur një sistem stafetash. Një qaski do të vraponte me shpejtësi të plote drejt një tambo, një ndalese pushimi. Ku ai do t'i adorezonte mesazhin ose kujpune vrapuesit qeter. Tuhet se ki sistem ishte aki shpejte sa inkasit mund të hanin peshk të fresket të shelle nga bregune, andene me pak se qopi sisore. Por kontroli nuk ishte vetem logjistik, ishte edhe demografik. Inkasit perdornin një teknike të kuajshtur mitimaes. Kur pushtonin një popull rebel, ata zhvendosnin grupet e tëra njerëzish në rajonet e largeta dhe pakesore, duke I zëvendësuar ata me besnike. Kjo sherbi u gjovetem per të parandaluar revoltat, por edhe per të përhapur kulturen. Fene e dielit dhe gjuhen Quechua në tek gjithë kontinentin. Quechua u be gjuha franka e andeve, duke I legjuar dikuqt nga Ekuadori verior të komunikonte me dike nga Argentina kendrore. Ekonomia inkase ishte, në thelb, një sistem magazinimi masiv. Ata ndertuan me gjera kolka, depoguri retore. Në vendet e larta dhe të agjrosura mire per të ruajshtur ushkimin per vite me radhe. Nëse nje rajon vuante nga tatesira, inkasit urdheronin hapgjen e kolkave per të ushkjer popullsine. Ki koncept I reciprocitetit ishte baza e kontrates shokerore. Njerëzit punonin per inkasit sepse inkasit ishin furnizuesi, I madh dhe garantuesi I rendit kozmik. Megjithatë, sundimi I një perandorje me permasa të tilla në një nga pejzazhet me të ashpra të botes kërkonte me shume se sa vetem rrugë dhe shtigje. Kërkonte inxinierike dukej veperi perendive. Inkasit ishin gati të ngrinin mureke do të sfidonin termetet dhe kytete kë do të preknin rete, duke lenën gjek gjurme guri kë as kohadhe as pushtuesit nuk mund të afshinin. Kur eksploruesit moderne kë ndrojnë para mureve të Saksajhuaman ose veshtrojnë siluetan e Machu Picchut, lind gjithmone e ngjeshta pjetje. Si e bene kete, inkasit nuk e ngjihnin hekurin, nuk perdornin roten per transportimin, e malrave dhe nuk kishin kafshe tërhekese si kete ose kuajt. Megjithatë,
Ata ariten gje persos meri nek dëngjen, e gurit ke tej kalon potwaj se qëdo kite terim qeter talashta. Teknika e tire, e njohur si arkitekture sillare. Konsistonte ne bashkimin, e ballokeve shumë tone shete gurit mengje sakte si të tilesa eshte e pamundur të futesh nje brisk roje midis tyre. Ata nuk perdoren las ose cimento. Guret mbaheshin se bashku nga forka e gravitetit të nje design tridimensional i ndërthurur kë i ben ata praktikisht të patjeshem. Genialiteti i vërtetë i inxhinierise inkase nuk ishte vetëm estetik, por edhe rezistent ndaj termeteve. Andet gjanë nga rajonet me sismikisht aktive në planet. Inkasit e kuptuan se një strukture e ngurte du të shkermoket në nje termet. Keshtu ke i projektuan muret e tyre me njep gjeresi të lehte nga brenda dhe me gure në kendet e shume fishta ke mund të kersenin gjate një dridhjegje. Kur toka dridhet, guret zvendosen pak të pastaj këtehen në pozicionet e tyre originale. Ndërsa tempoit koloniale spanjole shembeshin here pas here, muret inkasem beten të palekundura, duke sfiduar natyren me nje teknologi stabiliteti kë vazhdon të mahnise inxhinieret strukturore edhe sot. Por sfida me e madhe nuk ishte vetem dërtimi, por edhe mbigjetesa në shpatin e malit. Per të ushkier nje popullsine rritjet e vazhdueshme në nje territor me pak luginat e sheshta, inkasit shpiken tarrakat buqkesore. Ata transformuan malet e tera në shkallek gjigante per kultivim. Keto tarraka nuk ishin shkallet e thjeshta pregjtheu. Ato ishin vepra komplekse të inxhinierise hidraulike. Qado taracek ishte shtresa gurit e trashe, rere dhe toke pgjellore per të legjuar kullimin dhe per të parandaluar shirate rembje shemke të gerjenin malin. Per me të per, muret pregjgurit e tarrakave thitnin në ksehtesine e djelit gjate dites dhe e leshonin aten, duke krigjuar mikroklima ke u legjonin atyre të kultivonin miser dhe pataten e lartesi ku normalisht nuk do të rritej asgje. Machu Picchu, kujtetin e re, eshte shembuli përfundimtar i kësaj harmoni midis njerëzimit dhe mjedisit. Indërtuar në një kreshte të ngushta midis dimagjave të shenjta, kujteti eshte një mrekulli, e menaksimit të ugjit. Inxhinieret inkas projektuan një sistem kanalesh pregjguri kë sillnin ugje nga burimet natyrore në të gjithë kujtetin, duke ushkier 16 vjetë shatervane të një pas njëshem. Por ajo kë eshte me mbreselenese eshte ajo kë mbetet e padukshme, me shume se 60 vjetë përkind e ndërtimit të Machu Picchu eshte në toke. Ai përbehet nga themelet e tela dhe sisteme masiv kullimi kë e kanë penguar kujtetin të reshkase, poshta shpatit të malit pas pese shekuj shirash amazonike. Kendra shpirtërore e kësaj mrekullie inxhinierike ishte Coricancha, tempulli i djelit në Cusco. Kronistet tregojnë se kur mberriten spanjolet, muret e tempullit ishin të mbuluara me shume se shtatekin flete arit e paster, se cila me 50 kilograme. Në kopshtin e tij të brendshëm kishte kopje të misrit, lamave dhe barinjve të bere të resisht prej arit dhe argjendi. Per inkasit, bukuria e gurit të lemuar dhe shkelkimi i arit ishin mënyra për të ndëruar persosmerine e krigjimit hishnor. Ari nuk ishte një rezerve me vlere ekonomike, por per kundrazi per fakesimi fizik i drites, se djelit të kapur në toke. Përveç mureve dhe tempujve, inkasit i zoteruan humnerat me urat e varura. Duke perdorur fibra i qu, bari lartesise se madhe, te turura me forse të gjashte zakonshme. Ata ndërtuan ura mbi 20 metra tek gjata ke shtriheshin mbi lumenj të rembjeshen. Keto ura ishin ak gjetesore sa kemi rembaqja, e tyre ishte nje dhe tyre e shenjte e mitas. Ato rinovoheshin që do vit në seremoni rituale. Pa keto ura, levizja e ushtrive dhe lajmetareve per gjate ka pak njando te kishte kene e pamundur, duke e lene per andorine të izoluar nga perenjte e andeve. Inxhinieria inkase nuk kerkoj të dominonte natyren, por ta integrohaj me te. Ata nuk i prene malet. Ata iskaliten ato. Ata nuk i devigjuan lumenjte në mënyre agresive. Ata i udhehoken ata. Kibote kuptim, ku guri kishte gjete dhe malet ishin kenije të vetëdjeshme. I legjoj ata të krigjonin një pejzaz kulturor unik në bote. Por e gjithë kjo strukture fizike dhe administrative vare nga një figure e vetme kendrore. Një njeri ku e shihej si zot në toke dhe vullneti i të silit levis të malet. Inka Sapa, pastaj Pelkeni, abonoheni dhe shperndajeni. Në zemër të perandorise Inka, nuk ishte një njeri i zakonshëm ke sundonte, por një zot i gjale. Inka Sapa, Inka i vetem, konsiderohej biri i drejt për drejta i djellit. Misherimi i drites në toke dhe boshti rreth të silit rotullohej i gjithë universi i andeve.
Pushteti I taj ishte ak absolut sa askush nuk mund ta shikonte drejt për drejt në si dhenen shtetasit e tajshduhej ti afroheshin zbathur dhe duke mbajtur një ngarkeset e vogel në shpine, si shenjë perulezi. Per njerëzit, Inka nuk ishte administrator tokash, por garantues se dieli do të linte që do mëngjes dhe se shiu do të binte në kohë për të korrat. Jeta e Inkave sapa ishte e mbeshqela me një luks mistik. Ai vishte pelhurat me të mira prej leshi vikunja në bote. Ak delikatesa I vishte vetem një here para se të digjeshin ritualisht në mënyre ke askush qeter të mos I prekte kure. Ushkimi I tij si lej nga qdo sepi perandorise dhe sherbehej, ne e në tavoline pregjarit e argjendi. Por aspekti me interesanti teokrasise, Inka ishte marrëdhënia, e sajme vdekjen. Inkasit nuk besonin se pushteti I një mbreti mbaronte me frymen e tij të fundit. Kur një Inka sapa vdiste, trupi I tij mumifikohej duke përdorur teknika sekrete ku ruanin pamgjen e taj pothuajse të gjale për shekuj me radhe. Këto mumgje mbretërore, të kvashtura malkuisa të vazhduan të merrnin pjesë aktiv në jetën politike të Kuskos. Ata trajtoheshin sikur të ishin gjale. Kishin sherbetore kë I frynin me ventilatore. U sherbe haq ushkim dhe pigjet he ata mbarteshin në procesion gjate festave të shenjta si inti rajmi. Me I çuditshmja eshte se mumgjet I ruajten të gjitha pronat të tokat e tyre. Çdo Inka I ngjere formonte një panakause pregjardhja mbretërore, e cila administronte pasurinë e saj. Kjo e detyroi Inken e rite pushtonte territoret e regja. Me kenese ai nuk trashëgoi tokat e paraardhësit të tij, të cilat vazhduan të perkisnin mumgjes së të njerit. Kjo nevoja e vazhdueshme për zgjerim ishte fort kalevizese pas rritjes së pakontrolluar të perandorise. Adhurimi I dielit ishte shtila kurrizore e fese shtetërore. Tempulli Korikanqa në Kusko funksiononte si kendra e energjise boterore, nga e cila dilnin lingja imagjinare të thirrura. Çequeske lid të kindra, vende të shenjta ose huakasnete, gjithë perandorine. Administrata fetare kishte aklas virgjere shat, e dielit ishin grate për zgjedhura, këne femigjeri për bukurine, dhe aftesita e tyre për të jetuar në tempuj. Ato ishin përgjegjese për engjene robave të inkasve dhe përgatitjen e qiqas, pigjes se shenjte të misrit kë përdorej në të gjitha ceremonite. Disa prej tyre u bene gradytesore të inkasve, ndërsa të tjerat imbeten të shenjta dielit për gjithë jetën. Spiritualiteti inkas ishte tellësisht I lidhur me Pachamaman, nënën toke. Sakrifikat ishin një pjesë thelbësore e bote kuptimit të tyre për të ruajtur ekuilibrin kozmik. Edhe pse shumica e ofertave përbeheshin nga Guascareti, Spondylus, Koka, Qiqa ose Lama. Në kohë krizash ekstrem, siç ishin tatesirat e medha ose vdekja e nje Inka, Kapa Koçaki ishte sakrifika rituale e femigjeve dhe të rinjve të përzgjedhur për persos merine e tyre fizike. Ata qoheshin në majat me të larta të andeve, siç eshte vulkani Lulailako, ku pasi drogoheshin me qiqa, u gjepeshin perendive të malit për të bere roje të përgjetshme të perandorise. Reciprociteti ishte koncepti teologjik që ruante paken shokerore. Inkasit ofronin banketet e bolshme me ushkim dhe pigje në sheshe publike. Dhe në kembim, njerëzit punonin me dashire në sistemin mita. Ishte një sistem buxharie të detiruar. Inkasit nuk mund të kërkonin punë nëse me pare nuk kishin provuar veten si një baba buxhar. Kjo lidhje mistike midis sundimtarit të tokes krigjoi një nga shokerita me të këndrueshme dhe produktive në historina e njerëzimit. Megjithatë, kirendi shenjte, ku edukej I përgjithshëm, ishte gati të shkermokej. Zgjerimi I pafund kishte kufiqte, e tij dhe ligjet e panakave mbretërore mbilnin farat e ambisjes dhe konfliktit. Ndërsa perandoria arrinte kulmin e saj në Huayna Capac, ogurete e rreta filluan të shfaqeshin në horizont, se mundjet e pangjohura dhe burra me mjeker ke vinin nga deti. Mbretëria e katër rajoneve ishte gati të përballaj me proven I saj me të veshtire, jo kunder perendive, por kunder ambisjes se populit të vet. Shkelkimi I perandorise, Inka arriti kulmin e saj në mbretërimin, e Huayna Capac, bashkuesit të tretët të madh. Gjate sundimit të ti, perandoria u zgjerua në atë që tani është Kolumbia, duke konsoliduar një territorak të gjeresave të. Inka zgjodhi të kalonte pjesë me të madhe të kohës së tij në qytetin verior të Quitos, duke e bere atë ngjelloj krye qytetit të dite. Megjithatë, mes kësaj stabiliteti të dukshëm, fati I perandorise filloi të shkatërrohej për shkak të faktoreve që asnjë orakull Inkas nuk mund t'i kishte parashikuar. Në vitet e fundit të jetës së tij, Huayna Capac mori lagj me shkëtesuese.
nje se mundje e suditshme. E cila mbulonte lekuren me pucëra dhe shkaktonte një vdekje të shpejtë dhe të dhimshme, po shkaterronte provincat veriore. Ishte lisha, një armik i padukshëm, i shelle nga evropianet kë u perhap në per, ande shume me shpejt se vete pushtuesit. Tragedia goditi zemren e pushtetit kur vete Huayna Capac dhe trashëgimtari i tij i kaktuar, Ninan Koyuchi, vdiken nga një epidemi në vitin 1927. Sipas ligjit Inka, trashëgimia nuk bazohej reptesisht në primogeniture. Përkundrazi, froni do t'i kalonte birit me të afte midis fisnikeve me gjakën mbretëror. Vdekjet e një koshme të inkasve dhe pasardhesit të tajlane një boshlek katastrofik pushteti, i cili u mor shpejt nga di nga bite e ti. Huascar, i cili kishte mbështetjen e fisnikerise tradicionale të Cuscos, dhe Atahualpa, i cili gezonte mbështetjen e ushtrise veriore me pervogje dhe generaleve me të shkelkjer të babajt të ti. Ajo ke filoj si një mos marrëveshje politike u përshkallezua shpejt në një lufteve lavrasese me permasa apokaliptike. Huascar u kurorezua në Cusco, por natyra e tij e çrregullt dhe përpjekjet për të konfiskuar tokat e mumgjeve mbretërore. Panakas, për të konsoliduar pushtetin e tij i fituan atij armikesine i elites së Cuscos. Ndërkohë, Atahualpa, nga Quito, refuzoi t'i bente homazhevelait të tij, duke argumentuar se ai ishte trashëgimtari i vërtetë i shpirtit luftetar të babait të tyre. Lufta civile shpërtheu me një egjersit e papare me pare në ande. Per disa vite, digjismat e perandorise u përgjaken në betejë masive. Rruget kë dikur shërbenin për tregti dhe komunikim tani pa në ushtrime dhe gjetera migjera. Ushtare ke mbanin shkopin zguri dhe sepata bronzi. Të vendosur për të shfarosur bashkat detaret e tyre. Batika me në fund ndryshoj në favor të Atahualpes pas betejës se Quipaypan. Pra në Cuscos, generalet e tij, Quisquis dhe Chalcuchimac, kapen Huascar dhe ia në nështruan kriekitetin perandorak një shtypgjegje brutale. Duke unë gjere fitimtar, Atahualpa filoj marshimin e tij nga veriu drejt Cuscos për të kurorezuar zyrtarisht. Sapa Inka, ishte gjatek e tij udhëhetimi, ndërsa pushonte në banjot termalit e Cajamarcas. Kë ai mori raporte për një grup të vogël burrash të suditshëm që hipnin mbi kafshek gjigante, të mbanin roba metalike që shkelkenin në diell. I sigurt pasi fituaj luftën me të madhe në historinë e Inkave. Atahualpa i paketa hiso usosër të huaj, jo si një kerqenim të vërtete, por si një kuriozitet që duhej hetuardhe. Ndoshta, sakrifikuar. Megjithatë, perandoria që Atahualpa besonte se e kishte bashkuar, në realitet ishte e kopetuar. Lufta civile jo vetëm që kishte shkaterruar popullsinë, por kishte shkaterruar edhe infrastrukturën dhe kishte gerrier besimin në autoritetin qendror. Shume popullste pushtuar nga inkasit, të lodhur nga zgjedha e Cuscos ose të frikesuar nga brutaliteti i Atahualpes, panetek të ardurit një mundesi për të rifituar pavaresinë e tyre. Spanjolet, të udhëhekur nga Francisco Pizarro, e shfritezuan me zgjuar si ke të dobesi. Ata u parakiten si qlirimtare për fiset e pakenakura, duke fituar aliate të rendësishëm që do të siguronin furnizime, luftetare dhe udhërrefjes. Oguret që prifterinjtë kishin vezguar për vite me radhe, eklipset diellore, kometat që kalojnë qiellin dhe rrufet e që godasin tempusht e shenjtë, po filonin të merrnin kuptim. Bote kuptimi i andeve bazohej në sikle shkaterrimi dhe riperteri gjegje të kuajshtura pachakuti për shume ngjërez, mberritja e këtire burrave me mgjeker dhe luftave lavrasese që pasoj shenoj fundin e një cikli kozmik. Atahualpa pranoj të takohej me Pizarron në Sheshin, e Cajamarcas me Sousa në Ntor Pandreson të Tritu, i rrethuar nga migjera ushtare të tij të parmatosur si një shenjë pakegje dhe superioriteti. Ajo që ndodhi në atë shesh nuk ishte një betejë, por një prite që ndryshoi rgjedhen e historise. Inkasit u kapen në një moment kausite plote dhe me kapjen e tij, zemra e Tahuantinsuyos pushoi se rrahuri. Perandoria me e madhe në Amerike, e dobesuar nga virusi dhe konflikti i brendshëm, ishte gatite për balaj me renjen e saq përfundimtare në peshen e një shpërblimi pregjari dhe trattise se një bote tere. Kapja e Atahualpes në sheshin e Cajamarcas ishte një ngjarje që sfidoi çelologjike të kohës. Vetëm në pak minuta, një grusht aventurieresh spanjole, duke përdorur arme zjarri dhe kuaj, kafshe që inkasit nuk i kishin parekurre, shkaterruan koken e një perandorie ko mburrej me ushtrime kindra migjera ushtare. Nga roberia i tij, Atahualpa e kuptoi shpejt se e vetëm gjagje që i motivonte këta të huaj, ishte një tje e pangopur për metalitet muara.
Në një përpjekje të dëshpëruar për të blerë lirinë e tij për të fituar kohë ke generalet e taj të riorganizoheshin, ai ofroi shpërblimin me legendar në historinë e njerëzimit. Të mbushte një dome afërsisht 7 metra të gjatë dhe 5 metra të gjerëmiar të paster, deri në lartësinë e dorës së tij të shtrire, dhe diherë të ngjashten dome me argjend. Per muaj të tere, rëgjeti kapak njan vuante në peshen e karvaneve që silnin të sari nga tempushme të shenjtet e perandorise. Plaka ari nga murete korikanqa, statuja nga kopshtet magjike dhe ene tavoline nga mumgjet mbretërore të grumbulluara në Kaxhamarka. Vepra artite pa logaritshme, që përfakesonin shekuj të kozmogonise se andeve, u shkrine dhe u shënderuan në lingota. Megjithatë, pagesa e shpërblimit nuk soli liri. Pizarro, duke pasur frike nga ngjesul masiv nga generalet e atahualpas që ende kontrollonin veriun, vendosi të shpetonte nga inkasit. Në korik 433, Atahualpa u ekzekutua me akuzat për vellavrasje dhe rebelim. Me vdekjen e tij, urdhri kozmik i tahuantin sujo u shkermok plotësisht. Gjali i djelit kishte vdekur në duart e njerëzve që nuk e respektonin hijnina e maleve. Spanjollet marshuan me pas drejt Kuskos, kriekit e tit të shenjte. Pavarësisht rezistances, heroike të generaleve si Quisquis, superioriteti teknologjik i armaturave të Çelikut dhe shpatave të Toledos, se bashku me mbeshtet gjen masive të emigjera armikve vendas të inkasve, si Canaret dhe Huancat. U lehuan evropianeve të hinin, në kertizen e botes në nëntor 533. Tempush të plackiten të mumgjet e ishperandoreve, të trashtuara si perendi per breza, u perdhosen dhe u fshehen. Pizarro instaloj një inka kukul, manko inken, duke besuar se mund të sundonte në përmjettaj. Por manko inka shpajt e kuptoj se spanjollet nuk ishin as perendi dhe as qlirimtare, por pushtues ke kerkonin të zhduknin kulturën e tij. Në vitin 573, manko inka arriti të arratisesh dhe organizoj rebelimin me të madh në historinë koloniale. Ai rrethoi qytetin e Kuskos me mbi 100.000 luftetare, duke gjegur catite prej kashte për të mbitur spanjollet, të duke rimarre fortesen e Sacsayhuaman. Per një moment, u duk se perandoria do të nëngrihej nga hiri. Megjithatë, mberritja e perforcimeve spanjolle dhe fillimi i sezonit të mgjelljes, të cilat i detiruan ushtaret fshatare të ktheheshin në tokat e tyre për të shmangururine. E detiruan manko inkat e terikej. Ai gjeti strehim në shunglat e dendurat e Vilcabambas. Duke themeluar nje shtet neo-inka, që do të zgjaste për gati 40 vjet, duke i mbajtur gjale traditat, kuipuset dhe adhurimin, e djelit larg mundesise se krikit dhe shpates. Rezistenca përfundimtare përfundoi në vitin 572, kur inka i fundit i Vilcabambas, Tupac Amaru I, u kap nga trupat e zëvendës mbretit Francisco de Toledo. Ai u qua në Cusco dhe ju prekokane sheshin kryesor parangjetur me indigjenesh ke kanin pangushelim për vdekjen e shpreses e tyre të fundit. Me ekzekutimin e tij, lindja mbretërore e femigjeve të djelit u nder prezirtarisht. Administrata koloniale ngësitoj të fshintes dok gjurmet e pushtetit inka, duke zëvendesuar tempusht me kisha dhe tarrakat me hacienda. Megjithatë, perandoria nuk vëdik plotësisht, ajo uzit në ADN dhe kushtesen e popullsve të andeve. Trashëgimia inkase është nga trashëgimite me të fukishme në bote. Gjuha quechua flitet ende nga miliona njerëz nga Ekuadori në Argentine. Teknikat e buqkesise në tarraka ende ushkejnë komunitetet e tëra në luginat me të largeta. Dhe filozofia e aini, ose reciprocitetit, mbetet ngjitesi shokeror i andeve. Machu Picchu, i rizbuluar nga bota e gjashtme në vitin 1900, kendron sot si një simbol i kendru e shmerise se një qyteteri mikë. Pangjohuri per rota në poshkrimin evropian, arriti të nderton të një paraqse gurin e re. Historia e perandorise inkase është një kuqtese se madheshtia, e një populli nuk matet nga ari i tij, por nga aftesja e tij për të harmonizuar ambisien njerëzore me shpirtin e shenjtet e tokes. Me pas beni like, subscribe dhe share. Deri në tjetren.